Të besosh nuk do të thotë të shohësh dritën, por të ecësh në errësirë duke e ditur se drita ekziston. Kur nuk e sheh rrugën, kur gjithçka duket e paqartë, kujto se Zoti nuk të kërkon të kuptosh çdo gjë. Ai të kërkon vetëm t'i besosh, sepse në besim qëndron qetësia, dhe në qetësi vjen zgjidhja.